Tema e ndryshimit muslimanit është një temë shumë e rëndësishme për shkak se nuk e lejohet njeriu në islam të qëndrojë i vetkënaqur ose të jetë komfort në gjendjen e tij ose të jetë siç quhet me këtë gjuhën e kohës sot që të jetë në zonën komfort ose në comfort zone. Për shkak se njeriu ose përmirëson vetveten e tij ose përkeqëson gjendjen e tij. Gjithmonë flasim për gjendjen e tij fetare. Allahu i Madhreshëm ka treguar shumë qartë se ai nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të ndryshojnë vetveten e tyre. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tat Allahu në surën Ar-Ra'd. Pra Zoti kërkon ndryshim dhe nuk kërkon që besimtarët të qëndrojnë në gjendje të caktuar dhe të mos lëviz prej saj. Pra është një gjendje që Zoti i Madhreshëm gjithmonë kritikon besimtarët dhe i thret që ta ndryshojnë vetveten e tyre dhe të kërkojnë përmirësimin e tyre të vazhdueshëm dhe kjo vjen si rezultat i vetllogaritjes, ta llogariten vetveten e tyre dhe kjo vetllogaritje gjithmonë zakonisht domon njerëzit përderisa llogariten vetveten e tyre shohin se janë në një gjendje që duhet përmirësuar vetveten e tyre. Gjithmonë çdo njeri i cili llogarit vetveten e tij me një llogaritje të sinqertë e sheh se ka nevojë për ta përmirësuar vetveten e tij. Dhe nëse më lejon me u zëru dhe më shumë të këto ajete, Zoti i Madhreshëm në surën Al-Hashr thot: "Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikoj secili prej jush se çfarë ka përgatitur për nesër. Pra, kjo është një vetkritik dhe ti rikthet njeriu vetvetes së tij me një llogaritje të punëve të tij. Pra Zoti po urdhëron që ta shikosh vetveten tënde, ta llogaritësh vetveten tënde, e vet llogaritja kjo nënkupton se nuk e lën njeriu që të qëndrojë në zonën komfort, mirë po vazhdimisht kërkon prej tij që ta përmirësoj vetveten e tij. Prap Zoti i Madhreshëm thotë: "Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." Prap thot Allahu, keni frikë Allahun dhe dini se Allahu është i informuar mirë për atë që veproni. Është i vetmi ajet që është përsëritur 2 herë, keni frikë Allahun. Hera parë ishte për shkak se Zoti i Madhreshëm ju drejtohet njerëzve të cilët zakonisht nuk janë ata të cilët insistojnë në vetë kritikën e tyre ose në vetë llogaritjen e tyre, mirë po me një farë forme sikur refuzojnë ta kritikojnë vetveten e tyre. Zoti thotë keni frikë Allahun. Do të fillon llogaritën e vetveten tuaj. Dhe pastaj thot Allahu në herën e dytë, prap keni frikë Allahun, pra kur ta llogaritni vetveten e tuaj, keni frikë Allahun, mos e llogaritni ashtu siç ju keni qef, mirë po të jeni të drejtë në vetë llogaritje, për shkak se Zoti është informuar mirë për çdo gjë që ju veproni. Pra është një kërkesë hyjnore që ne ta llogaritim vetveten tonë, të mos qëndrojmë asnjëherë në zonën komfort, për shkak se kjo është në dëmin tonë.